Djali dhe reja nuk më da, jetoja vetme në një dhomë të shtëpisë. Ndonë se tërë jeta ime ishte plot sprova dhe mundime, nuk e mendoja që edhe pleqëria do të më kalonte po kështu me mundime, madje nga kush, nuk e prisja, djali im dhe reja ime. Ishte kohë e vështirë, me nxe siguronim bukën e gojës, por asnjëherë nuk lam të hekin keq asnjë fëmijë, madje as djalit i cilin e ruanim si sy të ballit. Me aq kushtet e rënda e shkolluam djalin ton, madje u kujdesëm për çdo dëshirë të tij, vetëm që ai të jetë i kënaqur, por kur u rrit na ktheu me të keq, na lëndoi dhe me la të jetoje vetme në një dhomë të shtëpisë. Edhe pse kur u rrit nuk ishte edhe aq i afërt me mua si nën, por prap u sillte disi mirë, të paktën kështu mendoja unë. Mendoja dhe e arsyetoja si i ri, moshës së adoleshencës, dhe një ditë shpresoja që do të përmirësohet me kalimin e viteve, por nuk ndodhi ajo që unë mendoja dhe dëshiroja. Krejt çka pata nga pasuria dhash për djalin tim që të shkollohet dhe të rregullojmë shtëpinë pasi prisnim ta fijonim dhe ta martonim. Erdhi koha dhe u fijua djali joni vetëm. U gëzuam shumë, të vetmin djalë që e kishim s'kisha përjetuar ndonjëherë gëzim më të madh se sa fejesa dhe martesa djalit tim. Djali në të fijuar filloi edhe me shumë të ftofët në raport me mua si nën, dhe kuptova që ai nuk është duke u përmirësuar përkundër moshës e cila do duhej të ishte një mësim për të, por fatkeqësisht ai filloi të ndryshoj sjelljet e tij, në të keq me mua. Nuk vinte në shtëpi, kur vinte nuk fliste me mua, rrinte i ftofur dhe i distancuar në raport me mua si nën. Fillova të mërzitëm, ta dua dhe më shumë, jo pse mu mungoi dashuria ndaj djalit tim, por e pash që djali im një ditë do të ndohet nga unë, të paktën e kuptova nga sjellja e tij në raport me mua. Unë e doja çdo ditë më shumë, ai ftofej çdo ditë më shumë. Kështu erdhi dita dhe u martua. Një ditë nga ditët më të lumtura të jetës time. Kjo lumturi nuk zgjati shumë. Djali dhe reja ndryshuan shumë. Filluan të sillen agresiv me mua, shkonin në punë e ovanonin me orë të tëra, hanin dreka e darka dhe mos më bënin asgjë. Ani pse unë vetë përgatitja bukën. Pastaj e përgatitja bukën edhe për ata të dy. Së herë i presja që të kthehen të hajmë bukë bashk, por sofra ishte e shtrirë, por ata nuk vinin. Edhe kur vinin vonë, nuk më flesnin, e nëse më flesnin ndonjë fjalë disi sikur e heshtur ose ndonjë ofendim. Edhe unë e gjora e merja bukën dhe haja e vetme. Kështu vazhdoi për një kohë të gjatë kjo sjellje agresive dhe e mërzitshme për mua si nën. Një ditë nga ditët e pash djalin dhe nusën duke përgatitur diçka në dhomën time. U befasova se çfarë po bëjnë ata dy në dhomën time. Kur e pash, ata ishin duke rregulluar dhomën për ndenjën time. I pyeta se çfarë po bëjnë dhe ata më dhanë përgjigje. Tash e tutje ti do të jetosh në këtë dhomë. Këtu han, këtu pin. Këtu i pret edhe mysafirët e tu. Ne jetojmë në sallon dhe në dhoma tjera. Nuk duam të jemi bashkë. Nëse na përzihesh në jetën tonë, kena me të përzon për shtëpisë ose ne dalim në banesë dhe ti kemi jetuar vetme. Kështu pranova me zemër e shpirt të thyer, duke qajt me za, dhe kështu po e vazhdoj të jetoj jetën time në një dhomë. Nuk guxoj me dalë me ne bashkë me ta, vetëm kur ata më thrasin. Nuk guxoj të i thras as në ushqim, madje edhe kur përgatis diçka të veçantë, vetëm kur ata kanë dëshirë ose ata janë në disponim. Kështu është jeta ime.